Zonja dhe zotrinj, Sergjo Ajdini, kënaqësi që të kam këtu. Do përpiqemi që në këtë takim të drekës, të bashku me Sergjon, që tashmë u bë pjesë e jona, të shtojmë një alternativë ndryshe, të shtojmë pak muzikë. Goxha pozitivitet edhe muzikë, sepse na duhet në këto. Na duhet patjetër, do ta nisim me njëherë me muzikë. Unë e di që ti e takove personazhin që do të vi tani i ftuar në studion time në rubrikën Unë dhe ti. Ai në fakt është një këngëtar i njohur i viteve 2000, themelues i grupit Revolt Clan, një nga anëtarët po themi të këtij grupi dhe sigurisht me një mënyrë shumë të ëmbël, le të themi e ka bërë revoltën e tij muzikore. Kam kënaqësinë të kem të ftuar në studio Bruno. Përshëndetje Bruno. Përshëndetje. Mirë se erdhe. Mirë se gjeta, si e? Mirë se na erdhe, kënaqësi që të kam këtu. Faleminderit. Kënaqësi dhe për mua. U takuam, Sergjon e kam mik të vjetër, mik shkolle që në Vlorë, dhe kemi mbajtur misim prej shumë kohësh. Ashtu në Vlorë jeni, ja? Po, sigurisht. Ky qytet nuk ndalon se më surprizuari. Gjithmonë me gjëra të bukura, patjetër. Mirë të shoh, do t'i lëm pak kohë siglës Unë dhe ti dhe do të ulemi në këndin e të ftuarit tim. Ke shumë për të folur sot. Po mendon? Po mendoj, pa me. Okej, hajde. Ne ndjekim siglën dhe rikthehemi në studio. Jemi rikthyer këtu në këndin e të ftuarit tim, pra Brunon e kemi ulur, e kemi rehatuar, ishte rehatuar madje pak më shumë se çdo të thash. Drejtohu pak se skenikisht i ke harruar këto momentet skenike. Në fakt edhe nuk e faj, ne pak a shumë jemi njëjti brez dhe në vitet 2000, kur lindi Revolt Clan, sigurisht ishte një nga grupet më interesante të kohës. Unë sigurisht kam përgati një sert, po do ta nis njëherë me një pyetje. Si kujton ato vite dhe themelimin e atij grupi? Patjetër që me nostalgji dhe i përshëndes gjithë shumat që kanë qenë atë kohë, por në veçanti Febin, pjesëtarin e grupit. Febi Shkurtin, e kam një mik shumë të mirë dhe me atë kam pasur një eksperiencë dhe një kohë vërtet shumë të bukur që nëse do më pyesja do e riktheja kohën mbrapa, patjetër që do e riktheja, dhe nëse do më pyesja a je bërë pishman për ndonjë gjë në atë kohë, jo, s'jam bërë asnjë pishman, thjesht kemi kaluar vërtet shumë mirë dhe jam me fat që e kam shok edhe mik dhe sot. Është i vetmi që ka ngelur mik? Është i vetmi, do me thënë që unë kam bashkëpunuar prej shumë kohësh, deri në 2018 kemi bërë një remake të një këngë tani afra me grupin, do me thënë Tate Du Fustan me Valbona Memën, me këngëtaren e shquar dhe të mirënjohur, dhe tani kemi bërë një pauzë prapë me grupin, por patjetër që do rikthehemi prapë. E kam mik vërtet shumë të mirë dhe mik shtëpie. Do të flasim më gjatë, le të ndjekim insertin që kemi bërë gati për ty, që dhe ty t'hish pak në nostalgji dhe në vitet e tua dhe rikthehemi këtu në studio. Më Bruno, si të duket vetja kur e shikon aty? Jo, më pëlqen edhe kemi ecur me hapin e kohës, do me thënë jemi përpjekur ta mbajmë veten mirë me gjëra të mira dhe me njerëz që më japin një energji vërtet shumë të mirë, sepse sot kemi nevojë vetëm për njerëz që na dhurojnë energji të mirë dhe dashuri dhe pa pikë interesi, kuptohet. E dëgjoj shpesh këtë në fakt, sidomos nga njerëz të cilët e kanë edhe një lloj moshe, pra kanë fituar një lloj të themi korace për gjatë gjithë luftrave që i ka ofruar tregu shqiptar, sidomos në fushën e artit. Kam përshtypjen që me moshën, me karrierën, me jetëgjatësinë në treg, fillon edhe njeriu i humbis ka ato frikrat, fillon edhe bëhet më selektiv, varet vetes njerëz të cilët e bëjnë të ndihet mirë dhe ka luksin, se jo, të mos mbaj pranë vetes ata që ne tani kemi vënë një emër, na japin energji të mirë. Dikur nuk e njihnim këtë energjin, po tani e kemi. Po është e vërtet, në fakt, afër vetes tonë, ne kemi kaluar shumë gjëra dhe nuk flas vetëm në ana artistike, do me thënë ana e muzikës, por kemi kaluar shumë sfida, siç ka qenë dhe sfida, për shembull, për mua sfida më e madhe e jetës time ka qenë kur gjatë kohës pandemisë. Aty e kuptuam vërtet se sa shumë vlen jeta dhe familja jonë. Dhe na ka bërë shumë që të kthjellohemi e të themi dale vlla, sepse ka gjëra akoma më të rëndësishme, se kur s'ke këto gjëra në një moment ti vazhdon dhe mendon për punën, me ritmin, me gjërat, po thua dale kur na ndodh diçka e tillë kuptojmë që dale se ka gjëra akoma më të rëndësishme
Dhe është e vërtet ajo që ti zgjohesh në mëngjes dhe telefonata e parë për ty është familja jote. Zgjohesh si je, a je mirë dhe ty çdo gjë pastaj besoj se të shkon vaj. Unë po thoj se nuk e kam prekur fare këtë pjesën e Covidit në emision. Ke humbur njerëz përgjatë kësaj periudhe? Fatmirësisht jo, por në prag të humbjes isha me mamin edhe kam përjetuar vërtet shumë keq, se nuk e të shoh as në spital. Ka qenë ajo koha atëherë dhe Ishin frikë dhe po dhe të them të drejtën, u bëra mjek vet, u bëra doktor vet, patjetër që më kanë ndihmuar disa doktor, po nëpërmjet telefonatave, madje disa ja kam injektuar mamit me kamër me doktorin sepse s'mundej të vinte. Kam përjetuar një gjë shumë të tmerrshme, po fatmirësisht me sukses doli. Ishte çështje me një fije peri e ka shpëtuar mamin nga jeta, të them të vërtetën, dhe kam përjetuar jashtëmase shumë. Se një pjesë familjes, motrën e vllajin e kam në Australi, mu desh dhe ata t'i ginjeja, se ata nuk mundeshin do të vinin në Shqipëri në atë kohë. Ishte bllokuar komplet, madje 5 vjet u bllokua Australia dhe kam mbajtur një barë shumë të madhe përsipër, por fatmirësisht me sukses. Ne lutemi ndonjëherë në Zot, themi o Zot, pse s'po mecën puna, pse s'po mecën kjo, po jo. Kur del përpara kësaj gjë se faleminderit Zot për gjithë mirat, mendoj që kam bërë në jetë dhe mi ka kthyer në këtë mënyrë, nuk ka gjë më të shtrenjtë dhe më të madhe në botë se familja jote, si aq më tepër se mami dhe babi, motra e vllai dhe të gjithë njerëzit e familjes. Bruno, këto janë gjëra që të shenjojnë, janë gjëra të cilat lënë shenjë dhe të japin të kuptosh pikërisht atë që the pak më parë. Shëndetin në radhë të parë, por edhe sa kohë kemi ne të rrim me njerëzit e dashur. Është e vërtet. Ti, përpara se të rriteshe, le ta themi kështu, a ke qenë një fëmijë abuzues, që i ke falur stres e familjes, që ke qenë i vështirë, që ke qenë si çdo djalë? Se unë kam një djalë vetë dhe nga ndonjëherë ankthi më i madh është çdo të ndodh kur Teo të rritet, sa i mbar do të bëhet ai. Me që përmendë mamin dhe me që kuptoj që është dhe pika jote e dobët, dhe me që kuptoj që pas ke kaluar një moment, mendoj që i ke falur pak atë që anglezët thonë hard time, pak rrahje zemre më shumë. Nëse do të flasim për këtë pjesë, kam qenë njeriu më harakat i familjes dhe shqetësime u kam sjell pafund. Probleme u kam sjell pafund, por jo duke përzier të tjerët që të vinin. Po isha njeri që kam qenë shumë aktiv dhe njeri që më pëlqente shumë të rrezikoja në jetë. Kam lozur shumë, dilja, ikja për shembull, kam qenë klase 3, klase 4 dhe po marr kohët e verës dhe ikja, po themi në det lahesha pa lejen e mamit, po të imagjino ose natën, lozni me sylla mbylla, apo dhe kthesha në shtëpinë 2 të natës, e kam bërë mamin 1 milion herë apo babin që të na kërkonin jashtë deri në 2-3 të natës. Kam qenë një njeri shumë i harakatur, por për të futur njerëz të tjerë jashtë familjes si ti krijoja probleme kurse kam bërë këtë gjë. Jam përpjekur shumë që mos të përzihesha me gjëra që nuk më përkasin, dhe realisht ja kam dalë dhe sot normale që këtu ka dorë shumë dhe dashuria që më kanë dhënë prindrit, se vërtet kam qenë njëri i hallakatur dhe rëmujaxhi, por në anën tjetër kur gjithmonë ecja me idenë që mos ta lëndoj mamin, mos ta lëndoj babin, motrën dhe vllajin, sepse për mua lotët e prindërve të mi kanë qenë shumë të rëndësishme dhe nuk doja kur që ata të krijonin ti krijoja shqetësime për veten time. Por në ana tjetër kam qenë një njeri shumë rëmujaxhi, pranoj këtë. Shumë. Uroj me shpirt, shiko, mua më pëlqen që dhe ta shikojmë pak jetën, se dhe të rrim kështu të mbyllur në shtëpi sot, siç është jeta që ti merresh vetëm me lojra, me TikTok, me telefon, nuk na bën dhe shumë mirë, flas për adoleshentët. Okej, jo të bën si ne, po Hallësht. Ky është domethënë është kështu, po është më mirë kur je pak domethënë djalë rrugë, sepse mëson shumë dhe shikon shumë nga jeta. Mendoj unë. Të mlodhi mamaja apo të mlodhi bashkëshortja? Të them të drejtë. Për njëri serios. Të them të drejtën, më kam mbledhur vetja ime, kam qenë me këmbë në tokë për të çdo gjëje. Asnjëherë nuk kam luftuar me bryla për veten time. Për t'ia dalë në jetë, kam luftuar me pastërti, me dashuri, a jam djegur? Patjetër që jam djegur, sepse nëpërmjet dashurisë dhe sinqeritetit, naivitetit kam përfituar. Çrëndsi ka, Zoti i shef të gjithë,
Zoti ta bën mbar, dikujt ja bën mbar në një rrugë, dikujt në një rrugë tjetër. Unë le të them që ma ka shpërblyer Zoti këtë gjë dhe jam shumë i lumtur. Ku je djegur? Profesionalisht? Profesionalisht le të në themi. jetën private? Jo, profesionalisht jetën private s'jam djegur kurse s'e kam lejuar vetes asnjëherë që të digjesha, e kam kërkuar jetën ashtu, jeta më ka ardhur ashtu siç e kam kërkuar, të them drejtën. Fatmirësisht, dhe unë jam njëri që për gjërat e mia familjare ose gjërat e mia private të jetës unë ndaj me familjen time dhe me dy miqtë e mi më të mirë dhe fatmirësisht më kanë nditur shumë afër dhe më kanë drejtuar, le të themi, dhe kur kam bërë gabime. Jam njëri që nuk e vras trurin, kur i mendoj gjërat qoftë mirë qoftë keq, i mendoj kështu dhe kur i flas pa doreza dhe prandaj jeta më ka sjellë shumë mirë kështu. Kurse në anën artistike, patjetër si të gjithë kolegët, jemi zhgënjur sadopak, por megjithatë prap jemi shumë mirë. Jemi mirë. Do shkem një hapësirë publicitare, kthehemi pas pak. Folëm pak më parë për Revolt Klan. Të mungojnë ato momentet e grupit, ndjesit, qasja artistike, prezencat skenike, se ndryshe është të jesh një këngëtar që bashkëpunon me të ndryshme apo që ka këngët e veta dhe ndryshe një grup. Grupi është patjetër një atmosferë. E vërtet. Krejt ndryshe, do të thënë shumë pak kanë guxuar me grupe, po kush i ka patur, mendoj që ja ka ditur vlerën. Ja ka ditur vlerën. Është shumë e vërtet. Më patjetër ta thash edhe pak më herët që kam shumë mall, kam nostalgji shumë sepse ne jemi ai brezi e the bukur dhe ju që nuk është se kemi pasur lek në përduar që po dale se këtë do ma pagoj babi, këtë do ma pagoj vllai, ne kemi luftuar vetë për t'ja dalë. Dhe detyrimisht ka gjën e bukur dhe ajo, sepse ti me mundësitë e tua dhe me atë dashamirësinë tënde dhe me atë sinqeritetin tënd ti krijon edhe një rreth me veten tënde, se nëse ti do kesh lek dihet që gjë e parë tjetri merr vesh do thotë dale do t'i ri afër këtij personi ose për të përfituar diçka. Unë nuk bëm pishmën për asnjë luftë në jetën time për t'ja dalë përpara bashkë me kolegun tim, se kemi qenë njerëz që ja kemi, domethënë lekët i kemi fituar vetë, jemi përpjekur me mundësitë tona dhe me atë zemërgjersinë tonë të krijojmë dhe një rreth të mirë që të na ndihmonin me sadopak mundësi që kishin, domethënë. Kemi pasur edhe momente që këngët i kemi bërë pa lek dhe videoklipet pa lek, po kjo ka ndodhur nga dashamirësia, na kanë parë se kush jemi dhe din që ne ja u kemi shpërblyer në një mënyrë tjetër. Se një dorë me them që lajmi do patjetër kam qenë aty për dhe nuk është se kemi bërë këtë gjë për çështje interesi, e kemi bërë me çështje zemre, se njerëzit për të interesave kanë edhe zemër, kështu që ne por nostalgjia vërtet është shumë e bukur dhe ato kanë qenë vitet besoj më të bukura tona. Sa ekzistoi Revolt Klan si grup? Shiko, pa unë ndarë fare deri në 2017 ku jemi kurorzuar me 10 vjetorin e grupit Best Group në Këngën Magjike. Pa unë ndarë fare. Pastaj aty vendosëm morëm një kthes duke menduar pak provojmë diçka secili për vete. Po thash, para 2-3 viteve në Mosgaboj, kemi bërë një remake të këngës Tate du Fustan me Valbona Memën, me ikonën e muzikës popullore Shqipërisë mesme, e cila ka rezultuar vërtet shumë e suksesshme dhe do vazhdojmë ende të bëjmë projekte të reja, edhe me grupin. Le të mbesim këtu te këto bashkëpunime, siç edhe e pam edhe në insert, ke bërë shumë bashkëpunime, ke patur shumë këngë me artistë shumë të njohur, të cilat sigurisht një pjesë e madhe e tyre janë bërë hit. Kush mendon që ka qenë më i suksesshëm ose le ta themi kështu, kë ke shijuar ti më shumë nga pjesa e bashkëpunimit, nga mënyra se si e ke realizuar, që ka qenë edhe më i këndshëm, më pak i vështirë, që gjithmonë dhe mban mend si një këngë që e ke shijuar? Kam veçantinë e veta, nuk mund të them dot, por domethënë ka disa personazhe që nuk janë aq të fiksuar me imazhet e veta, me lukun e veta dhe thonë, ha si doli bukur, hajde, po e kalojmë dhe domethënë nuk po përmend emra, po ka po, sepse ka dhe diçka, kur bëjmë këngët ne jemi shumë të bindur që kënga është e bukur. Tani fjala hit na është bërë kështu tani, na është bërë refren hit. Por mjafton të jetë një këngë e bukur. Për perfeksionizëm mund të jetë Valbona Memra? Je vështirë jo, po që kërkon profesionalizëm shumë është Valbona, është Poni, të gjitha është dhe Albëria, është edhe Eli Male, kam bërë dhe me Elin, është dhe Valbona Ali, të gjitha janë. Sa kuptojnë meshkujt që kanë më të thjeshtë.
Po, ne meshkujt, po, jemi pak më të thjeshtë, është e vërtet. Bashkëpunimet me shunat i pas ke patur më të thjeshta. Është e vërtet, po patjetër gocat gjithmonë kanë pak më kujdes, kurohen më shumë dhe kanë merak, patjetër. Çfarë të shtyu ty që përveç këngës ta kërkoje famën edhe në një reality show? Big Brother. Kosova. Po, në Big Brother VIP Kosova më shumë ishte çështje, le të themi, eksperience dhe unë në Kosovë nuk është se njihesha shumë me grupin apo dhe vetëm. Njiheshim, por jo gjerësisht. E qartë. Dhe e kam pasur gjithmonë shumë dëshirë dhe për të qenë pjesë e komunitetit andej, për të qenë pjesë... Doje t'isha. Doja shumë të njihesha në Kosovë dhe ajo ishte një mundësi vërtet shumë e mirë dhe shumë e artë për mua dhe ka qenë një nga gjërat më të bukura për mua dhe le të themi dhe aty ka qenë një shkollë shumë e mirë për të njohur akoma më shumë veten. E kam thënë dhe më herët që Big Brotheri, nëse të jepet si mundësi për ta provuar, doja sugjeroja kujdo nga kolegët e mi dhe jo vetëm. Është një eksperiencë që një herë në jetë ndodh, kush di ta shijojë e shijon dhe mëson shumë nga i reality show, e vërtet është. Kam njohur njerëz të cilët i kam miq që kanë qenë brenda një izolimi të tillë dhe edhe vite më pas ngelen pengjas e asaj lojës aty. A ka ndodhur kjo gjë me ty? Jo, nuk A je i fiksuar? Ka shi asaj që ndodh, ka shi mënyra se si... Shiko, nuk ka ndodhur për të vetën arsye se unë kam vetëm nostalgji dhe për aty, kam kaluar shumë bukur. E nëse do më vinte prap, do kisha një ofertë patjetër që nuk do ezitoja, ndoshta do pranoja direkte për një arsye se ka momente shumë të veçanta dhe shumë të bukura, qoftë edhe emocionale. Tani, për disa ndoshta ka ndodhur që u ka ngelur ashtu peng, si thoni ju, po ajo është çështje personaliteti dhe unë nuk di çfarë të them, sepse shoh që në shumë raste ndodh që nuk flasin më me njëri tjetrin. Unë nuk e kam perceptuar ashtu. Për mua, ndarja e një dhome, sado e madhe të jetë, për mua është shumë e rëndësishme frymarrja, ti ndam frymën me ata persona. Ti aty je në një garë, unë e kuptoj dhe ti do jetë luftë për mbi jetesë, le të themi. Por është edhe show për t'i dhënë pak publikut ato emocione, gjërat e bukura që publiku të ndjeki, a kupton, sepse ti vërtet mendon se je izoluar, se fjala izolim është pak fjalë e rëndë, por në anën tjetër ti aty ke hyrë për të dhënë dhe pak show dhe për treguar dhe pak emocion nga vetja jote. Dhe këta në përgjithësi shoh, shumica e kolegëve kanë marrë dhe afër zemrës të gjë. S'ke pse merr afër zemrës, ti e ke mik shumë të mirë atë jashtë. Ti dhe me vllajën tënd që flen në shtëpi, ke debate, s'ke pse i merr më shumë seriozisht se ç'duhet, patjetër. Dhe për mua është shumë e shenjtë të ndash dhomën apo të ndash krevatin apo të ndash, domethënë ti zgjohesh një mëngjes dhe shikon një koleg aty përballë. Kjo është e rëndësishme për ty. Dhe ti duhet ta vlerësosh atë njerëz. Mendoj unë. Tani nuk po them se unë jam më i miri, se dhe unë kam gabimet e mia, por nuk do doja kur të lëndoja dikaj shumë për të mos a pasur mik jashtë atij reality show. Do më pëlqen ti kish, unë në përgjithësi, të gjithë ata çka kemi qenë në Big Brother VIP Kosova, sinqerisht të them, me të gjithë kam një marrëdhënie të shkëlqyer dhe të gjithë ma kanë hapur derën apo jo kam hapur derën një mikpritje e shkëlqyer. Se çfarë ndodh aty brenda, pastaj kur del jashtë, ne duhet jemi shembull për ata që na ndjekin. Kështu e gjykoj dhe e mendoj. Jo, mirë bën, por ky reality show u shenjua dhe nga një moment shumë i vështirë për ty. Flas nga ana emocionale, ti humbe një nga njerëzit e tu më të shtrenjtë. Si ishte gjyqja jote gjatë kohës që ishe brenda në... Si e përjetove në këtë moment? Do me thënë, ajo pyetja ime është, a ka momente aq të forta sa ti t'jesh gati, se ne themi që misioni i artit është shumë i rëndësishëm dhe i artistit dhe i televizionit, pra ti mund të kesh fatkeqësi në familje, por je i detyruar të dalësh aty dhe të buzëqeshësh dhe të tregohesh i fortë. A bëhet do të vërtet kjo gjë, do me thënë, a ndjeve ti që ndoshta fatkeqësia jote në atë moment u përjetua shumë nga i gjithë publiku i gjerë, po ti vetë si e percepton? Shiko, e thash edhe pak më herët, unë të gjithë personazhet në Big Brother VIP Kosova i konsideroja shumë të afërt. Dhe fal tyre, vërtet që unë në një moment e përjetova atë dhimbje shumë të thellë, ata ma kaluan në një
ma lehtësuan goxha dhe aq më tepër kisha afër Vedat Bajramin, është një nga aktorët më të mëdhenj që ka shqiptaria dhe ai ishte shumë i aftë për të më bërë mua, për të ma lehtësuar pak dhimbjen apo artani apo dhe stresi që gjaj kisha mik që prej këtej dhe më kanë ndetur vërtet shumë afër, prandaj them që aty ti bëhesh një familje me ata dhe u përpoqën shumë dhe me dashurinë e tyre le të themi ma lehtësuan pak dhimbjen, por realisht është një dhimbje që ti e ke brenda vetes tënde dhe përpiqesh ta kalosh, por me kohën, por ajo ngelet një plag shumë e fort brenda zemrës tënde që asnjëherë nuk harrohet dhe gjithmonë unë nënën time e kujtoj me dashuri shumë të madhe dhe gjithmonë shkoj madje se unë familjen e kam në Vlorë dhe tani që është bërë bypassi, kalojmë nga Varreza, që është aty në Babice dhe unë e ka i quaj lagje nënës time tani aty dhe sa herë që vete në Vlorë, ndaloj aty çdo të diel, e përshëndes edhe vazhdoj rutinën time. E kam kështu si bekim, unë me nënën kam pasur një lidhje shumë të veçantë, si çdo nip apo mbes, por unë e kam pasur vërtet pak të veçantë lidhjen me nënën. Kanë qenë ca gjëra kështu të veçanta midis nesh edhe s'di, nënën e kujtoj me shumë nostalgji se jemi rritur, na ka rritur bashkë, po shiko, unë kam qenë një njeri shumë çamarok, fëmijë shumë i prap, tek mua dhe ktheu mbrapa. Ama kur vinte puna te familja dhe tek ndjeshmëria, isha prindit na punonin dhe nëna më thoshte gjithmonë, hajde i laj menët ta lehtësoj mamin, po themi, dhe unë isha aty prezent gjithkohës. Hajde gatuaj, më ndihmo, më pri qepët, më bëj këto kur isha i vogël. Domethënë kam qenë edhe kështu, po kam qenë edhe kështu shumë. Ishin edhe i miri i shtëpisë edhe arakati i shtëpisë. Kam qenë edhe shumë i përgëdhelur, kam qenë një njeri që kishin s'kishin prindit, vllai i motra apo daja, tezet, hallat, xhaxhallarët, ose kishin në plan, ase kishin në plan të më sillin diçka, unë doja kërkoja vetë, thosha, ma sill pak. Ma sill këtu jam unë pastaj të tjerët. E doje çik vëmendjen e gjithë. Sinqerisht, jo e doja, po e kam dashur gjithkohës, e kam kërkuar me ngulm gjithmonë. Ka bërë kjo që ti jesh ky që je sot profesionalisht, pra kjo dëshira, kjo dashuria në familje, kjo vëmendja e kërkuar, të ka bërë që ti jesh edhe ky artisti që je sot? Po se di, ndoshta edhe po, unë e dua shumë skenën, e dashuroj. Kur diskutoj me kolegët dhe me miqtë e mi të afërt, ndonjëherë ndodh që bijem edhe në pesimizëm, edhe themi, ore, po ç'a po bëjmë, ore, pse sikim jashtë, jetojmë jashtë. Edhe jo më larg se para një viti kam diskutuar me një nga kolegët tona, ore, ti duhet vish në Amerikë, jetosh në Amerikë. I kam thënë po mua po më hoqe skenën si më ke hequr shpirtin. Është e çuditshme, disa nuk duhet të jesh edhe kështu si jam unë, me thënë drejtën, por njerëzit janë të lindur edhe unë e dashuroj skenën dhe unë pas skenën nuk s'ka rëndësi se sa lek fitoj, e heqi me një anën modnetare. Skenën e dashuroj shumë, publikun e dashuroj shumë edhe ikja ime, shkëputja ime nga skena do ishte një gjë shumë e trishtuar brenda vetes time, do e quaja dështimin e jetës time. Është shumë e çuditshme që e them, po vërtet kështu është. Dhe kur ngjitem në skenë me kolegët, patjetër që ruaj një respekt dhe një vlerësim shumë të madh me çdo që e ndaj skenën. Por dashuria për skenën unë jam i çmendur, nuk di, është shumë e madhe. Tani që ke krijuar edhe familje, besoj se kjo është një arsye shumë e fortë që të mos largohesh nga Shqipëria, apo e shikoni edhe ikjen? Jo, nuk e shikoj ikjen fare, nuk ka lidhje fare se kam krijuar familjen apo jo, se unë ende familje vogël jam, nuk është se jemi... Se kemi një pjesë të dytë këtu ku do të flasim pak edhe për këtë gjë. Nuk është se kam familje shumë të madhe, domethënë nuk është se jemi shtuar me beb, por familje vogël është, po unë ende nuk e kam perceptuar dhe nuk e imagjinoj ta mendoj veten time larg Shqipërisë dhe larg gjithë punës time dhe karrierës dhe ëndrrës time. Se mendoj dot. Profesionalisht, ku mendon se ndodhesh tani? Çfarë mendon që duhet bësh dhe si e shikon veten në këto momente? Shiko, njeriu është i pangopur gjithmonë, sidomos në ana profesionale. Gjithmonë kërkon, lufton, por le të themi shqyqyr Zotit dhe faleminderit Zotit, jemi me këmbë në tokë dhe jam, le të themi, ndoshta jo aty ku duhet, por me punën time jam mirë, jam mashallah, normale që do punojmë akoma më shumë për të arritur suksese më të mëdha, po këto gjëra ja lëm dhe kohës. Ke në plan bashkëpunime, situata? Kam shumë në plan bashkëpunime, por gjithmonë se ne na ndodh mblidhemi në studio, krijojmë një projekt, na ndodh që ai projekt
mund të punohet një muaj dhe hedhim poshtë sepse nuk po na shkon. Do më thënë, por plane kam pa fund për të ardhmen dhe uroj që të kemi shëndetin e mirë, të kemi rrethin e mirë të fortë që na mbështet dhe na do dhe të tjerat kalojnë me sukses. Perfekt. Unë të falenderoj për këtë pjesë të parë dhe për këtë intervistë kaq intime, siç edhe e thash pak më parë, do të kemi edhe në pjesën e dytë të panelit, ku do të flasim pak për mënyrën se si gëzojnë shqiptarët, se si festojnë, se si i bëjnë dasmat ata dhe jo vetëm. Do shkem një hapësirë publicitare, kthehemi pas pak.